Shumë faleminderit, shumë mirënjohje për gjithë ju, për gjithë punën e jashtëzakonshme që bëni çdo ditë. Edhe do duhet më lejoni që të bëj dhe një falënderim për kolegen Mirelën Kubaron, sepse vërtet sot më bëri një ftesë të jashtëzakonshme për ta kaluar ditën bashkë sot në Shkodër, në shkollat e rindërtuara, në shkollat ku po punohet ende intensivisht për të sjellë një infrastrukturë komplet të tjetërsuar, komplet të re, një infrastrukturë me kushte bashkohore, që i përputhet më së miri standardit europian për të cilin po punojmë për ditë. Një falënderim edhe për kryetarin e bashkisë, për Benetin, edhe punën e jashtëzakonshme fakt që ka bërë gjatë këtyre viteve për transformimin e qytetit Shkodrës, që është një transformim që të gjithë e dëshmojmë. Të gjithë ndihemi mirë kur vim në Shkodër, një qytet i dashur, i ëmbël, i ngrohtë, me mikpritje të jashtëzakonshme të njerëzve të mirë të Shkodrës, qytetarëve shkodranë. Ndërkohë, në këtë tur mes shkollash, ishte e pashmangshme të mos bënim një takim së bashku me mësues dhe të takonim fakt edhe disa nga nxënësit e shkollës ku jemi sot, shkollës Ndërmjeta, që në fakt kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në programin Art dhe Zeje. U njoh me disa punë të mrekullueshme të nxënësve të kësaj shkolle, që në fakt na bëjnë të ndihemi krenar për gjithë këto punë edhe përpjekje dhe projekte që zhvilloni çdo ditë së bashku me nxënësit dhe që i japin kuptim të gjithë politikave që në nivel qeverie ndërmarrim çdo ditë. Kur bëjmë përpjekje të përbashkëta për reforma apo politika të caktuara në fusha të caktuara, shpesh të duket si abstrakte kur je në zyrë, kur je në tryeza pune. Po kur i konkretizon në të përditshme, aty kupton që në fakt janë bërë jashtëzakonisht punë të mira, i shikon dhe i dëshmon për ditë, dhe për këtë realisht marrim një motivim shumë të madh dhe ndihemi mirë që kemi arritur dhe jemi në gjendje sot të flasim me dëshmi konkrete kur vjen puna tek një nga shtyllat më strategjike që është arsimi. Sepse nuk mund të flasim për kapitalin njerëzor pa kthyer syt nga arsimi. Pa parë në fakt gjithë transformimin e jashtëzakonshëm që ka ndodhur gjatë këtyre viteve në arsim, pa kujtuar edhe në fakt sfidën e jashtëzakonshme nëpërmjet të cilës arsimi ka kaluar, duke kujtuar vetëm sfidën e transformimeve strukturore që kanë ndodhur në arsim dhe për të cilat do duhej një punë e madhe gjatë këtyre viteve, sepse janë gjëra që nuk bëhen me një të rënd të lapsit, janë gjëra që kërkojnë punë të jashtëzakonshme, sepse ndërhyrjet strukturore në arsim kanë sjellë edhe ato efektet negative të vetat, e për cilat ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi punuar për të thënë sot që po, me vizionin e qeverisë shqiptare, sot kemi bërë ndërhyrjet shumë të mëdha, transformuese, sa i përket jo vetëm cilësisë në mësimdhënie, sa i përket jo vetëm infrastrukturës së shkollave tona, por mbi të gjitha sa i përket kapitalit njerëzor, mësuesve që punojnë për ditë pa u lodhur për të edukuar fëmijët tanë. Dhe mjafton të përmend dy fakte të thjeshta, mjafton të përmend një element shumë të rëndësishëm. Ne sot e kemi, dhe unë e them me plot bindje, larguar politikën nga arsimi, nga shkolla. Mësuesit sot përzgjidhen nëpërmjet platformës Mësues për Shqipërinë, duke qenë një proces tërësisht transparent, meritokratik, që i garanton kujdo që aspiron për të patur një karrierë profesionale në mësimdhënie, të fitojë një vend pune vetëm mbi bazë të meritës dhe jo mbi bazë të njohjeve. Ndërkohë patjetër që kapitali njerëzor nuk është vetëm me njerëz të dedikuar dhe të përkushtuar, do duhet të motivohen dhe një nga faktorët kryesor të motivimit është paga. E për këtë unë ndihem shumë mirë që ne arritëm që në vitin 2024 të bënim një nga reformat më të forta sa i përket rritjes së pagave në arsim, rritjes së pagave të mësuesve, duke bërë të mundur që paga mesatare të shkojnë në 950 euro dhe duke bërë të mundur gjithashtu njohjen e vjetërsisë nëpërmjet një formule e cila motivon dhe vlerëson akoma më shumë mësuesit me eksperiencë pune, profesionistët që e kanë kaluar jetën e tyre duke dhënë dijen, pasionin, përkushtimin për mësimdhënien. Nga ana tjetër, të gjitha këto, edhe investimet në shkolla, në infrastrukturë, por rritja e pagave, e cila filloi në vitin 2024, por çdo vit është duke u rritur jo vetëm në arsim, por edhe në fusha të tjera,
nuk mund të jetëzohen pa një ekonomi të qëndrueshme. Dhe për hir të vërtetës, një nga punët e jashtëzakonshme të ndodhura gjatë këtyre viteve është fakti që ne sot flasim për një ekonomi solide e cila na lejon të bëjmë reformat, e cila na lejon të investojmë në shkolla, në kopshe, në qerte, të rrisim pagat, jo vetëm në arsim, siç e thash, por dhe në shëndetësi dhe në institucionet e administratës publike, të jemi në gjendje sot të vlerësojmë edhe ato pozicione pune për të cilat do duhen profesione të caktuara që deri dje administrata publike e kishte të vështirë të tërhiqte, siç janë specialistët e shkencave të teknologjisë informacionit. Dhe i kthehem sërish të ekonomisë, sepse mjafton të kujtojmë faktin që ne morëm një ekonomi e cila ishte 10 miliard euro në fillim dhe ndërkohë sot që flasim kemi shkuar në 27 miliard euro dhe ajo që kemi synim për 2030 është të shkojmë në 35 miliard euro. Duke patur një ekonomi të qëndrueshme e cila rritet dhe forcohet dita ditës, do jemi në gjendje dhe jemi në gjendje siç e dëshmojnë gjithë projektet që kemi ndërmarrë, të vijojmë akoma më shumë investimet, të vijojmë akoma më shumë rritjen e pagave, që është patjetër një domosdoshmëri, dhe të vijojmë akoma më shumë të bëjmë punët e mira që kemi nisur. Përpara se t'ja jap fjalën fakt ministres për t'ju shpjeguar më konkretisht çfarë projektesh qeveria shqiptare është duke bërë dhe është duke realizuar në fushën e arsimit, do doja të ndalesha meqense një nga eksperiencat e mëparshme është edhe ajo si ministre e punëve të brendshme në siguri në shkolla, që është një pikë delikate dhe që sa herë që diskutojmë edhe në forume prindrish, por edhe në komunitete profesionistësh, siguria në shkolla është një nga ato element kyç e cila ka një vëmendje të shtuar nga qeveria shqiptare aktualisht. Dhe nëpërmjet aplikimit të projektit Smart City, i cili fillon nga muaji qershor i këtij viti, ne do të bëjmë të mundur pajisjen e gjitha shkollave me kamera inteligjente, të cilat do të na garantojnë dhe do të na sigurojnë një jetesë, një bashkëjetesë të nxënësve tanë në ambientet e shkollës më të sigurt, më të kontrolluar, më të monitoruar, më qetësuese kur vjen puna dhe tek prindrit. E bëjmë këtë paralelisht me programin tjetër, atë të oficerëve të sigurisë në shkolla. Një projekt i cili ka mundësuar pajisjen me oficer sigurie në shkollat me një numër të konsiderueshëm nxënësish, e kemi nisur nga shkollat me numër të madh nxënësish, aty ku dhe vëmendja do duhet jetë më e shtuar për shkak edhe të kompleksitetit dhe specifikave që kanë shkollat me numër të lartë nxënësish. Por gjithashtu duke tentuar të rrisim numrin në afro 392-400 oficerë sigurie, të cilët do të na krijojnë një vlerë të shtuar krahas kamerave inteligjente në shkollë për të garantuar një siguri akoma më të madhe të fëmijëve dhe për t'ju lehtësuar edhe ju në punën e përditshme për të qenë më të qetë dhe më të dedikuar në formimin e brezave të ri. Qeveria shqiptare është duke punuar për të sjellë akoma më shumë kushte të mira në shkolla, për t'ju bërë të mundur që krahas kushteve, krahas pagave dhe krahas programeve të rritjes formimit profesional të mësuesve, për cilat kolegja Mela do flasi më në detaje, po ne i kemi syt nga ju dhe dua shumë t'ju përgëzoj edhe një herë për gjithë punën e jashtëzakonshme që bëni formimin e brezit të ri, dhe t'ju them që qeveria shqiptare është krajush dhe jemi bashkë në gjithë të reformim të jashtëzakonshëm, jemi bashkë sepse në fund të ditës punën për t'u integruar në Bashkimin Evropian do ta bëjmë vetëm së bashku, ashtu siç e kemi nisur, ashtu siç po e bëjmë, dhe jam me sigurt që shumë shpejt në 2030 ne do jemi gjithë krenar për gjithë këtë përpjekje të jashtëzakonshme për ta bërë Shqipërinë tonë europiane ashtu siç e meriton. Shumë faleminderit, shumë suksese të gjitha. Shumë faleminderit të dashur Albana. Shumë faleminderit që në emër të qeverisë shqiptare, sa unë e di që si pjesë e qeverisë, po më vjen shumë mirë që sot ju përgjigje ftesës sime, ju përgjigje pikërisht këtu në Shkodër, nuk e di nëse do t'ju përgjigje ftesave në qarqe të tjera, kam një dyshim, por e kuptoj që sa po të thash Shkodra nuk hezitove as një minutë, edhe ke bërë shumë mirë si qepe nga orët që kaluam bashkë dhe me njerëzit që kemi takuar. Po shumë faleminderit që është shumë qartasi u shpreh mbështetja e qeverisë për ne mësuesit. Edhe them këtë si një mësuese e vjetër, se ju më njihni si ministre, po ministre pak vite dhe është vetëm një mision. Profesioni im është ai që ndajmë bashkë. 28 vite të jetës time në arsim janë ato që më kanë bërë edhe që do të vazhdoj t'i bëj mbasi të kem lënë këtë detyrë.
Por është e vërtet që kur flasim për investime, nuk mund të kemi investime pa rritje ekonomike. Edhe kur sot kemi mundësinë që vetëm në një ditë arritëm të shikojmë vetëm 3 nga projektet këtu në Shkodër dhe vetëm në qytet, pa shkuar në për projekte të tjera investime shkollore përtej qytetit në zona të tjera të Shkodrës dhe të Qarkut, është se fal rritjes ekonomike mund të rrisin, siç e thatë me drejt, edhe rrogat, mund të shtojmë edhe investimet. Se na vjen mirë kur na rritet rroga, sepse është leku që hyn drejt për drejtin në xhep. Një rrogë mesatare për mësuesit 950 euro sot është e pakrahas, nuk është e mjaftueshme. Nuk themi që na mjafton. Sigurisht, sepse sa më shumë kemi, aq më shumë rriten pretendimet dhe aq më shumë kemi ambicie për të rritur standardin vetes tonë, jetës tonë dhe familjes. Por krahasuar me 5-6 vite më parë, 7 vite nuk po shkojmë më tutje, ky është një ndryshim i madh. Ndërkohë, po kështu në janar, hyrin fuqi edhe indeksimi për 2.5 i rrogave, edhe kjo u përkthyer në një rritje të rrogës së mësuesve, dhe garantimi për një pjesë tjetër të stafit që nuk ndodhet këtu, po pa të cilët ne nuk e bëjmë dot mirë punën tonë, ai stafi që shërben dhe që rrogën minimale sot e ka 500.000 lekë të vjetra, do të shprehemi në një gjuhë pak më popullore. Ndërkohë, prapë për ta mbajtur pak tek motivimi, jo vetëm në investime, të cilat i duam, sepse nuk mund të punojmë mirë, edhe sikur të kemi një rrogë të mirë, nëse nuk kemi klasat e mira, nuk kemi ngrohjen e mirë, nuk kemi ndriçimin e mirë, nuk kemi mobiljet e mira, nuk kemi laboratorët, nuk kemi kushtet fizike, por edhe estetike të syrit për të bërë mësim, që mësimit mos jetë vetëm detyrë, po të jetë edhe kënaqësi. Edhe rrallë ka profesione si ky i mësuesit që nuk mund të realizohet bukur nëse nuk është dhe kënaqësi, pasion e dashni. E ju shkodranët e keni këtë të shkruar në ADN-n e qytetit, në ADN-n e brezave, sepse këtu ka lind, është një ndër vatrat e arsimit. Kur kam qenë ministre kulture, kam thënë 2 kryeqytete kulturore ka Shqipëria, Shkodra dhe Korça. Mos u bëj xhelos kryetari, se edhe Korça është kryeqyteti i kulturës. Absolutisht, po Gjirokastër. Shiko, do thoni ju nuk qenë, unë e di që ditu përgatitet që të e Gjirokastër. Se që është një kur vjen Gjirokastër? Se më ban me hatër, ministre, po tash i ke filluar me na mbajtë dhe ne. Por, jam mjaftueshëm e ndërgjegjshme për të thënë që sigurisht unë Gjirokastrin kam parë në zemër, por kryeqytetet vërteta të kulturës e të arsimit në Shqipëri është Shkodra edhe Korça. Një pjesë shumë e rëndësishme e programit nuk është vetëm ajo që ne komunikojmë çdo ditë në të gjithë sistemin ton kapilar, nga Ministria e Arsimit deri tek mësuesët përmes drejtorive arsimore, Agjencisë Arsimit Parauniversitar dhe zyrave arsimore dhe drejtuesve të shkollave. Kjo është një shkollë këtu ku jemi 9 vjeçare, shkollat e tjera janë dhe shkollat mesme, kemi sfida shumë të rëndësishme përpara. Provimin e lirimit të nxënësve të klasës 9, provimin e maturës. Të gjithë e dim, kemi filluar punën prej muajsh duke shpjeguar rregulloren e re të maturës, të cilën e kemi bërë dhe më të disiplinuar dhe përgjegjësia për zbatimin e saj është e gjithëve ne. Që të jetë një testim i suksesshëm dhe një garanci dhe standard për nxënësit që pastaj të vazhdojnë rrugën e jetës. E njëjta gjë vlen dhe për provimin vlerësues të klasës 9. Përveç asaj, unë dua t'ju falenderoj dhe t'ju komplimentoj. Ka qenë një vit i ngarkuar jo vetëm me detyrimet që ne i kemi në lëndët dhe kurikulat tona, por dhe me të gjithë paketën e programit pas shkolle. Kemi quajtur në forma të ndryshme, herë kemi quajtur shkolla qendërkomunitare, herë bëjmë detyrat e shtëpisë, herë kemi quajtur artezeje dhe ekipet sportive. Të gjitha këto janë pjesë e asaj që quajmë më në fund edhe të formëzuar ligjërisht programi pas shkolle. Me ndryshimet që bëm në ligjin e arsimit në mars, kemi futur në ligj për të parën herë këtë program, po mos harroni në po të njëjtin ligj, me që po flisim për rrogat, kemi bërë dhe një korrigjim që erdhi si disnivel i pagave që u krijuan me vendimin e vitit 2024 që bën rritjen e rrogave dhe bën ndarjen sipas vjetërsisë. Por për shkak të tranzicionit dhe të nivelit të ndryshëm të diplomave, në disa kategori mësuesësh dhe jo pak 6.701 mësues, u krijuan disnivele pagash
të cilat le të them vinë si ndryshimet sistemeve, por jo për fajt të mësuesit. Prandaj detyroheshim ta bënin të kompensim. E kam thënë dhe dje në parlament, dje kur pse nuk është bërë përpara. Sepse në momentin që ndodhi ky disnivel, dhe është shumë e rëndësishme ta dëgjojmë dhe ta themi dhe ta kuptojmë. Nuk mungon vullneti. Disa grupe interesi e quan çështjen në gjykatë kushtetuese, çka e pezulloi mundësinë e qeverisë për të ndërhyrë për ta zgjidhur këtë korrigjim. Në momentin që u zhbllokuar procesi gjyqësor, nuk hezituam dhe në bashkëpunim dhe me Komisionin për Arsimin në Kuvend, e korrigjuam. Ligji pritet të hyjë në fuqinë në fletore zyrtare dhe fillon më njëherë korrigjimi i këtij disniveli që na duket i rëndësishëm. Një tjetër moment shumë i rëndësishëm për ju dhe për të gjithë mësuesët. Në këtë moment që flasim, është hapur aplikimi për pjesëmarrjen në portal për mësuesit që janë në sistem, por ende nuk e kanë dhënë provimin e shtetit, pavarësisht se janë të diplomuar për mësues. Jeni mësues me përvojë, por për arsye edhe kjo të ndoshta mos le të themi rënjes nga pas të letrës të shkronjës së ligjit, ka ende, por sidomos edhe sepse duam që asnjë nxënës, asnjë shkollë të mos ngeli pa mësim dhe pa mësues, dhe për të plotësuar të gjitha vakancat, është më mirë të kemi mësues të cilët janë të tillë, komuniteti do, pavarësisht se ende se kanë dhënë këtë detyrimin ligjor të licencës, por ama në një moment saktuar duhet patjetër ta bëjmë. Tani është momenti për të aplikuar dhe sidomos për të gjithë ata të cilët janë kandidat dhe aspirant për të bërë mësues. Është i detyrimi i ligjit që në vitin 2011 dhe me ligjin e arsimit parauniversitar 2012 dhe dua të jap kështu përgjigje të gjithë atyre pyetjeve, mesazheve, të cilat shpesh i konsumojmë edhe kështu si në ajër në rrjetet sociale, pse kërkohet? Nuk e kërkon ministri, nuk e kërkon një individ, nuk e kërkon as drejtori, e kërkon ligji. Ne duhet ta zbatojmë, sepse profesioni i mësuesit është profesion i rregulluar, është profesion që ligji e kërkon të jetë me një licencë për ushtrimin e profesionit. Prandaj, kjo krijon edhe standard, kjo krijon edhe garanci, por kjo hap dhe rrugën për të vazhduar në karrierën e kualifikimeve të mësuesit, në kategorinë e tretë, të dytë, e të parë e kështu me radhë. Sidomos për ata mësues, të cilët janë edhe me përvojë, e kanë shumë më të lehtë këtë gjë, sepse përvoja është e paçmuar në vlerën dhe garancinë që t'jep. Nga ana tjetër, dua të theksoj edhe ta risjellem vëmendje për mësuesit të cilët janë punësuar përpara vitit 2011, kur ky ligj ka hyrë në fuqi, nuk e kanë detyrimin e licencës, sepse ligji nuk është prapa veprues. Prandaj, çfarë do lloj pyetje që kemi lidhur me këtë çështje, do përgjigjemi bashkë, kërkoj nga zyrat arsimore, nga drejtoria rajonale, që të shoqërojnë mësuesët në përgatitjen e dosjeve, në përgatitjen e pyetjeve, do të jemi bashkë dhe unë vetë personalisht jam e gatshme bashkë me ju t'ju shoqëroj në këtë proces, por shumë e rëndësishme që ta kemi të gjithë të qartë që të mos konfuzohemi. Dhe një gjë tjetër të rëndësishme për ta kthyer prapë çështjen tek motivimi financiar, se në fund të ditës mbetet i rëndësishëm. Pak më parë pam me kryetarin dhe me zëvendës kryeministren punët e jashtëzakonshme të nxënësve tuaj. Ashtu sikurse i pash dhe ke shkolla 28 nëntori, sikurse i kam parë në shumë shkolla në Shqipëri. Janë po të njëjtë nxënës që kanë bërë olimpiada gjithë këto muaj dhe të cilat i mbyllin të javë dhe sukseset janë, talentet janë vërtet që të lënë pagoj. Ka qenë fantastik gjithë procesi i konkursit kombëtar gjuhës shqipe. Në datë 16 prill kemi finalen. Po aq energjik dhe pasionant ka qenë gjithë festivali kombëtar i shkencës, ku të gjitha gjimnazet kanë marrë pjesë, 7.000 nxënës te konkursi gjuhës, rreth 6.000 tek festivali i shkencës që e bën për herë të parë. Unë vetë nuk e prisja një entuziazëm të tillë edhe këtë shpirt gare. Në datë 25 prill do ta kemi finalen e festivalit në Tiranë. Më vjen shumë mirë që ka grupe fituese nga Shkodra. Uroj të jenë fitues, po nuk e them unë se as do jem antar i jurie, kështu që mos më fusni mik për këtë punë, se nuk kam gjë në dorë. Të gjitha këto janë pjesa e asaj punës që bëhet jashtë orarit të mësimit. Është pasion, është detyrë për ne mësuesët, por është edhe punë që duhet të motivohet.
sepse janë orë ekstra, janë orë jashtë normës. E pikërisht për këtë, qeveria shqiptare sapo ka marrë vendimin e Këshillit Ministrave që të dyfishoj honorarin, pra shpërblimin për orët që bëhen në programin pas shkolle. Kemi pas një vendim që ishte e shpërblente me 5.000 lekë të vjetra, e bëm 10.000 lekë të vjetra për orë 60 minutë. Jo vetëm kaq. Ka nga ju që duan dhe janë të gatshëm të rinë dhe 2 orë mbas mësimit për të bërë një punë të tillë me nxënësit, sipas profileve. Por ka që nuk duan ta bëjnë. Por nga ana tjetër ka dhe qytetarë dhe qytetar, koleg, ish koleg, jashtë mureve të sotme të shkollës, me shumë dëshirë do t'i bashkoheshim këtyre iniciativave, qoftë edhe për shihen e mirë që ne na kanë lënë në vite orë të tilla që kemi pas bërë kur jemi qenë vetë në shkollë dhe kënaqemi kur fëmijët tanë merren me pikturë, merren me qëndisje, merren me punë bujqësore, merren me art, me teatr. Pra, mësues në pension, të cilët me shumë dëshirë mund të vinë të kontribuojnë 2 orë. Mësues që janë në listat pritse, ende nuk janë hapur vakancat, ata kanë kaluar portalin dhe presin që të punësohen, ose janë me kontratat përkohshme. Dhe janë shumë gatshëm të vinë 2 apo 5 orë në javë në një shkollë për ta bërë këtë. Dhe jo vetëm kaq, po në një qytet si Shkodra, apo në një qytet si Gjirokastra, kemi plot artizan, të cilët i kemi në qendër të qytetit dhe janë sot mjeshtra dhe artistë që prodhojnë art të jashtëzakonshëm dhe që janë të gatshëm të vinë 2 orë dhe pikërisht me pagesë, se mund të motivohen për të kontribuar në shkolla, për të mësuar fëmijët, për të bërë të tilla punë artizanale. Kjo paketë e re financimi shoqërohet dhe me një financim në blerjen e mjeteve dhe ne do të nxjerrim shumë shpejt udhëzimin se si çdo zyrë arsimore do të pajiset me një fond të veçantë mbi bazën e projekteve. Pra shkollat do të aplikojnë pranë zyrës arsimore me projekte, me buxhetim, të mësojmë të bëjmë edhe projekte, jo vetëm të japim mësim, dhe zyrat arsimore do të vijojnë të sjellin këto projekte dhe të financojnë projektet fituese nga gjithë Shqipëria me një fond të veçantë që të bleni dhe mjetet e nevojshme apo kostumet që duhen për projektet tuaja. Kjo është paketa më e re që unë doja të ndaja me ju, që është sa motivuese, aq edhe nxitse, por edhe interesante nga pikpamja financiare për të krijuar kushte më të mira dhe motivim më të mirë për ju. 2 fjalë desha me thënë, në fakt jam shumë nderuar, shumë faleminderit zëvendës kryeministrit dhe ministrit që janë sot këtu në këtë shkollë. Do t'ju kujtoja 2 detaje të fillimit kur kam marrë. Edhe kjo është një nga shkollat e para që kam vizituar, dhe ku kam kuptuar një gjë shumë të rëndësishme të qytetit dhe se kisha pa më parë. Ndërsa shifja shkollat të rënuara, do të thoya me lagështirë, me ngrohje me dru, me ku kalonin pellgjet me tulla për të ardhur në shkollë fëmijët, dhe hyje brenda, shikoje një mrekulli të punëve, të nxënësve, një pasion të jashtëzakonshëm të mësuesve që ndoshta punonin dhe mbulonin muret me lagështi e ftoftin e këtyre ambienteve me zemrën e tyre dhe me punën e fëmijëve. Këtu ka pas një pasion dhe ka një pasion të jashtëzakonshëm të mësuesve, ka një talent të jashtëzakonshëm të fëmijëve, ka një energji të jashtëzakonshme për arsimin, siç e thatë ju, si një qytet me histori, me kulturë, por kishte një mundësi, dhe këtë nuk e them në kuptimin për të bërë krahasime, se s'kam ndërmend të bëj krahasim, por për të kuptuar atë energji të jashtëzakonshme të këtij qyteti, të këtyre nxënësve, të këtyre fëmijëve, që unë kam presionuar pafund dhe në kushte të tmerrshme të lëna dhe nuk kishim asnjë shkollë, po asnjë shkollë që të thonin që kemi një shkollë që ndikë model. Asnjë. Edhe takimi i parë ka qenë këtu, ka qenë profesor Bardhin edhe me drejtoreshën. Dhe përsëris, ndërsa kaloja nga servisi ku makinat hynin e dilnin, rrezikonin jetën e fëmijëve, edhe mbi pllakat me ujë për të ardhur takon këtu dhe kena qenë tek salla poshtë, na kanë pritur si sot fëmijë mrekullueshëm. Me një dashuri për qytetin, me një talent të jashtëzakonshëm, po me pamundësi, po me myk, po pa salla, pa asgjë. Pse e thash këtë? Dhe nuk dua për të tregu që ne po lëvizim shpejt.
ne po lëvizim shpejt dhe sigurisht është respekti, dëshira edhe bashkëpunimi i jashtëzakonshëm që kemi pasur me qeverinë dhe puna e jashtëzakonshme që po bëhet. Mos harroj një gjë shumë interesante. Këtu në këtë shkollë projektin na e ka dhuruar një nxënëse e shkollës. Kësaj shkolle. Po. Ne në momentin e parë sa erdhëm shpejt dhe duhet të bënim projektin, ne kena sigurisht në bashkinë pastaj bashkëpunuar, po projektin dhe idenë e parë kishte bërë nxënësja bashkë me mësuesit si e ndronin këtë shkollë fëmijët dhe nxënësit e tyre. Ajo kishte shku jashtë me studime dhe ishte arkitekte shumë e mirë jashtë, edhe erdhi ja u dhuroi. Po kështu na ka ndodhur shkolla Ismail Qemali, që përsëri dikush financoi projektin e bërë. E du ta them këtë energji për të shpjeguar që edhe gjithë ajo që ju po bëni sot, për cilën ju jemi mirënjohës, në emër të bashkisë dhe në emër të gjithë grupit, ne jemi shumë mirënjohës për atë nivel që po e çoni dhe po me shumë dashuri dhe shumë pasion po e çoni arsimin dhe ne në Shkodër, siç e thatë, e ndjejmë dhe jemi mirënjohës shumë për atë punë që po bëhet. Ai diskutimi juaj tani nuk mund të bëhet para 2 vjetëve. Niveli që diskutohet për projekte, për programe, për kur ti e kishte shkollën me myk, kur ti e kishte shkollën të ftohtë, kur i kishte fëmijët e pamundur. Kështu që jam shumë i gëzuar, jam shumë i mirënjohës dhe ndjem shumë i motivuar që ne ta vazhdojmë atë transformim të Shkodrës në radhë parë për qytetin, në radhë të parë për fëmijët, dhe çfarë thonë, në radhë parë për fëmijët tanë, për studentët që janë motivi, dashuria dhe energjia i këtij qyteti. Prandaj në emër të gjithëve dhe Bashkisë Shkodrës falenderoj shumë për këtë bashkëpunim. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja zëvendësore, kryeministre, zonja ministre dhe kryetari i bashkisë që jeni sot prezent këtu me ne. Në fakt, kryetarin e bashkisë e kena një të mirë tonin që ka kthy investimet në infrastrukturën arsimore në prioritetet e bashkisë dhe ju e vut reve. Shkollat e rekonstruuara, shkollat që janë tashmë kanë tjera ndërtimi, shkollat që kanë përfunduar rekonstruksionin, terrene sportive, më thonë, të gjithë infrastruktura arsimore është totalisht e ndryshuar dhe investuar sipas standardeve që në fakt arsimi shkodran veçanërisht edhe shqiptarit duhet ketë. Ju e thot edhe vetë dhe unë besoj se do t'jeni kariku mjaftueshëm me energji pozitive për të vazhduar dhe për ndërmarrë nisma që na mbështesin në punën tonë. Ne sot në këtë takim kemi qoftë drejtues, mësues, koordinator cilësie, koordinator karriere, mësues të edukimit fizik që janë pjesët që mbështesin fort ato programet e ekipeve sportive, kemi shërbim psikosocial, pra edhe kemi oficer sigurie.